Ndërsa në këto qaste shumë prej besimtarve musliman bëhen gati për të çelur iftarin, dua t'i uroj të gjithë besimtarët gëzuar muajin e madhnueshëm të Ramazanit, e qofti pranuar agjerimi i secilit prej jush, e me që jemi tek Ramazani, po lexoj një varg nga Kurani që thot: rri larg ignorantëve. Dhe kur ignorantët më pas marrin përsipër të hynë në debat shifrash, këtu pastaj situata bëhet më qesharake. U përmendën këtu pensionet. Dua të falenderoj nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë në emër të qeverisë, por dhe në emër të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, Senatin Italian, për votën unanime që i dhanë marrëveshjes për njohjen e dyfisht pensioneve mes dy vendeve tona, dhe duke i hapur rrugën tani më thjesht dhe vetëm dekretimit nga ana e presidentit dhe hyrjen në fuqi një marrëveshje nga e cila përfitojnë 500.000 bashkëadhetar tan, por dhe qytetar italian që kanë jetuar e punuar në Shqipëri. Tani të flasim me shifra dhe t'i themi gjërat siç janë. Kur ne morëm detyrën, pensioni në Shqipëri ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 pensioni mesatar arriti në vlerën 175 euro dhe premtimi ynë të dashur bashkëadhetar që përfituat nga marrëveshja e pensioneve, por të gjithë qytetarët e tjerë është që në fund të mandatit 400 euro do t'jetë pensioni në Shqipëri. Ndërkohë që sa i përket pensionit minimal, edhe atë në fshat, për cilin e kemi me shumë merak, ne synojmë ta çojmë përtej 200 euro. Sa i përket çështjeve të natyrës së pensioneve, ne nuk hymë diskutim me ju, sepse nuk kemi si të hymë, sepse në vitin 2013 e gjetëm skemën e pensioneve të falimentuar. Dhe sot, falë edhe këtyre marrëveshjeve për njohjen e ndërsjellë pensioneve nga totali i cila përfitojnë 800.000 shqiptar, mund t'ju them vetëm një element që është i dukshëm. E dini sa marrëveshje njohësh pensionesh kishit negociuar ju 8 vite, vetëm 2. Ne e kemi mbyllur 16 dhe bëhemi gati të mbyllim dhe negociatat e nisura prej 3 vitesh me qeverinë greke, të cilat u ndërpren për një vit, për një histori të një beleri, dhe tani jemi gati ta përmbyllim marrëveshjen me Greqinë, por t'i garantuar të gjithë bashkëadhetarëve tanë që janë sot në Greqi, apo kanë punuar qoftë dhe i ditë pune në Greqi, ai kontributi njihet për efekt pensioni në Shqipëri apo në Greqi, ku të ketë dëshirë që ai të jetojë. U tha këtu për financat. Tani, këto nuk të gënjejnë dot. Tha njëri që foli këtu, se shqiptarët sot janë më të varfër. Po si janë shqiptarët më të varfër? Kur të ardhurat për frym, nga 2013 në 2024 janë 3 fishuar nga momenti kur ne morëm detyrën. Dhe ne angazhohemi para qytetarëve shqiptarë të rrisim edhe me 40% të tjera brenda mandatit tonë të ri që fillojmë 11 maj. Në vitin 2013, bajeni shnim, se do dilni dhe do ju pyesin. Të ardhurat për frym ishin 3.324 euro.
Në vitin 2024, të ardhurat për frym në Republikën e Shqipërisë janë 10.322 euro. Tani, janë 3, apo se paktën s'jeni gjithë si luli. Janë 3 herë më të larta. Në vitin 2030, synimi ynë është që t'i çojnë të ardhurat për frym në Republikën e Shqipërisë mbi 14.000 euro, ose pothuajse 5 herë më shumë se sa i gjetëm kur ju, populli shqiptar, ju pushoi nga puna në 2013. Po mirë, se gjova një përshpëritje, po se ka nikur, po është një element tjetër. Paga mesatare e përgjithshme që shkon në të njëjtin trend rritje, u rrit me gati 2.5 herë krahasuar me vitin 2013 dhe do të vazhdojë të rritet edhe të paktën 20% më shumë deri në fund të këtij mandati që nisin 11 maj. Dhe me shifra, në 2013 paga mesatare e përgjithshme në Republikën e Shqipërisë ishte 322 euro. Aq që lat ju kur populli ju pushoi nga puna. Në vitin 2024 paga mesatare ka arritur në 777 euro dhe ne angazhohemi para popullit shqiptar që brenda këtij mandati të Shqipërisë 2030 ne ta bëjmë 1.000 euro pagën mesatare në Shqipëri. Ndërkohë, duke e nënvizuar një diferencë. Kjo është për pagën mesatare në tërësi. Sa i përket pagës mesatare në sektorin publik, ku pastaj diferenca me ju është e pakrahasueshme, ne synojmë ta bëjmë 1.200 euro pagën mesatare në sektorin publik në fund të këtij mandati që nisim në 11 maj. Duke filluar nga viti i ardhshëm buxhetor, paga minimale do të jetë 500 euro në Republikën e Shqipërisë. Nuk po flas fare për sa ishte paga minimale kur ju pushoi populli shqiptar nga puna. Dhe ndërkohë, ajo që dua t'i komunikoj të gjithë atyre që janë me pagë minimale në Republikën e Shqipërisë është që gjatë 18 muajve të parë ata nuk do të paguajnë asnjë taks tjetër mbi shtesën e pagës minimale. Ndërkohë që me që po belbëzoni, po ju kujtoj që në vitin 2013 paga minimale ishte 157 euro. Kaq e lat ju, dhe prandaj populli shqiptar ju ka pushuar nga puna për të mos ju marrë më në punë. Dhe shpresa juaj që kujtim gjuzi, Selamia Nisheri, e ca tjerë janë vizioni për të ardhmen, janë shpresa për ndryshim. Tani unë këtu i kam pasur ata, Xhelal, kur s'kisha ty, i kisha ata këtu, edhe të them të drejtën, gjërat mira kam bërë me ta, kam ndryshuar kushtetutën, kam bërë patjetër se ju i kishit sjell, u kam sjell unë. Si çua bën atëherë do ta bëj edhe kësaj radhe, ba merak. Unë prapë do t'i kem këtu. Mos keni merak se ne e dim, në filmi i parë, ju do humni. Ju do humni. Mirë, ju do humni, dakord. Ju do humni, pastaj do merrni vendimin për bojkotin, ju do ikni e do vinë ata. Filmi pa. Këtë filme kam pa. Është shumë e thjesht për shqiptarët. Shqiptarët e din fare mirë, o me ne në Europë, o me ju me kujtimin me Selamiun në grop, edhe me bufin brenda. Bani dhe bufin aty. Sa për të tjerat që belbëzoni, ky është filmi i parë me ju. Ju ja keni marrë dorën kësaj pune. Por seancën tjetër pas këtyre që kemi këtë javë, kemi diku nga 22 maj, pasi të kemi përfunduar zgjedhjet.
edhe seanca 22 maj do jetë këta do vitë blokojnë foltorën tu se u vodhën zgjedhjet, ne do vazhdojmë punë. Faleminderit, punë të mbarë.